Gati pizza? Vajza, si jeni? Pizza sot. Po ç'kemi vajza, ç'kemi? Ma thoni ndonjë gjë. Cila është telefonata më interesante? Kush u ka çuditur më shumë? Sot fola me një vajzë dhe kur i thash partia mundësia, po, tha agroni thash vetëm thash që unë e ndjek. Po thash vërtet tha dhe për mua është hera parë thash që po votoj dhe nuk e kisha menduar tha të votoja. Unë e shoh për ditë njerëzit e takoj, sidomos te të rinjt. Jam habitur se si të rinjt kemi kapur vëmendjen e të rinjve dhe si të rinjt na ndjekin. Më tha dikush para dia kur ishim, tha, ma jep tha se duhet t'ia çoj prindërve se debati në shtëpinë tonë është tërkohën se unë duhet të bind ata që të votojnë për Partinë Mundësia. Për shembull te shkolla ime janë kryesisht nga tjerë që ne dim që janë më shumë kështu. Janë më shumë kështu të majt. Edhe gjithë më thonë që super fushat, na pëlqen shumë çfarë po bën. Mirë vajza, super, vazhdojmë kështu, mbulim këmbë. Imagjinoni këtë kemi bërë, çka kemi bërë deri tani, kemi bërë vetëm në më pak se 10 muaj. Imagjinoni se çfarë do bëjmë. Ky është vetëm fillimi. Alo. Alo, ç'kemi? Si je? Mirë. Agron Shea jam, si ja kalon? Po, përshëndes Agron. Si je? Ç'kemi? Mirë, faleminderit. Mirë, ju e mirë jeni? Mirë. Dgjoj, të mora për të kërkuar mbështetjen për zgjedhjet për 11 maj. Me gjithë dëshirën e shpirtit mbështes plotësisht. Faleminderit. Me ty s'kam fjalë, për këta tjerë kam urrejtje më të madhe me të dy kokët e mëdha. Si jeni mirë? Mirë. Ju mora thjesht për kërkuar mbështetjen tuaj Po për zgjedhjet. Pa tjetër, as mos kime rak fare për Zotin. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Të mirat kalofsh. Është shumë e rëndësishme. Do Zoti e fiton.